ndjet një lloj pashprese, një situatë zhgënjimi në gjithë shoqërinë, kjo është e vërtet. Ajo që e ka mbajt kohezionin ndëretnik në këtë shtet, ka qenë vetëm ideja e integrimit të shtetit në bashkimin evropian. Po nëse shohim në atë drejtim, nuk kemi lëvizje. Pikërisht, po prandaj tash ekziston një frymë zhgënjyese, një lloj zhymësie në shtet, dhe momentin që vritet edhe kjo shpresë, kohezioni brenda etnik është edhe i vështirë, se fundja bëhet fjalë për dy kombe, dy etnik që nuk i lidh asgjë në kuptimin etnik të fjalës, përveç konflikteve të vazhdueshme. Dhe ky shtet dhe ky shoqëri ka pas vetëm një hallkë ku janë përbashkuar edhe Maqedon, edhe shqiptar, edhe turqe, edhe rom, ka qenë Bashkimi Evropian.